Do e vrasin Erdoganin? Do dalin nga skena ai. Edhe ai këtë vit do dalin nga skena. Do e vrasin? Po. Edhe do sjellin një Një sekond, përveç eliminimit politik do ketë edhe eliminim fizik, do ta vrasin? Po, do ikë Erdogani por. Do vritet. Po. Këtë vit, mbani me këtë që po ju them. Këtë vit ikën Erdogani. Bashkë me Zelenskin, Sarova dhe Zelenskin. Edhe Zelenskin do e vrasin edhe Zelenskin. Po. Do vriten të dy edhe Zelenski edhe Erdogani. Po s'ka doj Zelenski, marroi. Marroi emisionin vet. Po, nuk pin më ujë ai. Po duhet bjerë Erdogani herë. Po pse duhet bjerë Erdogani? Pse kanë kaq shumë interes te kjo, pra? Ta kanë thënë që do bjerë ai. Po, e kemi para se ditë ky lajmi i protestave që ka filluar. Po, dhe futje kryebashkiakut të Stambollit. Imamoglu. Po. Ai ishte Karemi që hongri ky me atë Imamoglun. Si Karemi, në shkuptim. E vendosën këta të qindë atje që të dali atje në publik ai, të thotë të sfidoj Erdogan, të bëjmë debat publik dhe populli të vendosi pastaj me anën e kujt është duke sfiduar, duke acaruar. Ata e dini shumë që temperamenti ka Erdogani, ku pyeta, jo sultan. Kapi aty edhe rasi mrena. E ka futur Erdogani pra këtë? Po, ajo futi mrena. U çu populli tani se këta duan ta arrëzojnë Erdoganin me anë të popullit që të duket diçka e drejtë. Po kjo s'ka për të kaluar. Nuk ka me urrëzuar në të formë. S'ka për të patur efekt kjo gjë. Po si të urrëzohet ndryshe? Po do i krijon aksident, ato aksidentet e famshme. Si aksidente? Ama ato kështu një ditë bukur duke ecur ai atje do i vinë ai sniper aty, kështu gjonash. Do e vrasin Erdoganin? Do dalin nga skena ai. Edhe ai këtë vit do dalin nga skena. Do e vrasin? Po. Edhe do sjellin një Një sekond, përveç eliminimit politik do ketë edhe eliminim fizik, do ta vrasin? Po, do ikë Erdogani por. Do vritet. Po. Këtë vit, mbani me këtë që po ju them. Këtë vit ikën Erdogani. Bashkë me Zelenskin, Sarova dhe Zelenskin. Edhe Zelenski do e vrasin edhe Zelenskin. Po. Do vriten të dy edhe Zelenski edhe Erdogani. Po s'ka doj Zelenski, marroi. Marroi emisionin vet. Po, nuk pin më ujë ai. Kurse Erdogani prish punë aty. Nuk është tani as me Amerikën as me Rusin. Po që të qëndrosh gjallë do të mbash krahun e një superfuqie. Po, kjo tregon. Ka drejt dyve tani, është kënaqësi ai, për mendimin tim ai është vërtet patriot. Ai është lider. Ai mendon për vendin e vet. Ka themi që është një Ataturk i dytë Erdogani apo? Po edhe ashtu mund ta thosh. Megjithëse, okay. Do heqin qafë atë, do vendosin një qeveri e re që do jetë pro Amerikës. Ajo qeveria e re që do jetë do i bindet Amerikës në gjithçka. Amerika do i thotë shko biri Greqisë tani. Se duan ta zhdukin Greqinë edhe ata nga harta. I prish punë ai vend i vogël atje, po duan dal nga skena. Do i thonë shko bjeri, në momentin që do nisë Turqia që t'i bi Greqisë, aty do zbresi me vrull pastaj rusi nga Izraeli, e ka për ta bë Turqinë shesh. Edhe një herë lutem për të pjesën si do t'i thon bjeri Greqisë. Do t'i thon amerikanët turqëve. Sionistët hebrejnë që komandojnë sa Amerika sa këtë. Bjeri Greqisë. Po rusi pse do të vinë në Turqi për të mbrojtur Greqinë? Po ka një afeksion, ka një kështu domethënë se kanë dhe histori të përbashkët, janë një fe janë. Ku gjë i duan grekët. Edhe tani domethënë. I kanë dashur dhe i duan tani edhe. Pavarësisht se qeveria aktuale është kundra Rusisë, sepse Mitsotakis është i atyreve, siç është ky Joni i atyreve. Po ata e dinë që populli është me Rusinë. Do të vinë rusët prapë aty domethënë, ëh? Po, do zbresin ato që kanë nga Palestina do të vinë aty. Po sapo të vinë ata në Rusi, atëherë do aktivizohet NATO-ja. Nuk e di sa shtete jashtë NATO-ja tani, di vetëm që 18 shtetet e NATO-s do bëhen bashkë në të njëjtën kohë, edhe do nisen nga porti i Vlorës. Që kanë zbukuruar atë portin tani, kanë bërë të bukur tani, kanë zgjeruar, kanë bërë më fine. Do nisen me mira anije vetëm që ande nga porti i Vlorës, do nisen për në Konstantinopol. Aty pastaj do shohë çka ka për të bërë. Do i bin njëri tjetrit pa mëshirë fare. E pastaj do ndaloj. Kush do fitojë aty? Kush do fitojë aty? Normalisht rusët, ëh? Aty apo në luftë nuk ka. Shiko, te kjo luftë e tretë askush nuk do dalë fitimtar. Të gjithë do. Po pastaj do jetë Kina si superfuqi. Po pa ikë aty se më ke habit me këtë që thej që do ta vrasin Erdoganin. Okej. Po do ta vrasin. Të ketë eliminim politik, është pritet se normalisht të bëj kaq vite. Ajo është bë tamam kështu ka kaluar në monarki deri diku me pushtetin që ka. Nuk i mjafton ajo ta nxjerrin thjesht nga politika. Do ta eliminojnë, do ta vrasin. Po, se e shikojnë si rrezik, domethënë nuk i bindet njeriu ajo bër. Edhe e kanë vendosur ta heqin. Edhe më duket se edhe kanë dalë kështu ca skica, ca revista domethënë nga Amerika atje,
Sikur ky tani ishte te banjera e dushit atje, ishte shtrirë atje, siç ishte brenda nuj atje e zuri korrenti. Se kështu ata të kishin nxjerrin këto mesazhe. Erdogani ruhet goxha. Po ata kanë tentuar disa herë ta heqin. Po, prandaj po them. I ka thënë mos i bi nga ajo rruga atje sepse do të kanë shty kurtha atje, do të heqin. Rusët e kanë informuar. Po Putini ka shpëtuar disa herë. Si ka mundësi që Rusi është kaq lart për sa i përket pjesës kanë inteligjencë pa pamë të informacionit, zotërimit të informacionit ose sekrete. Siç janë ato agentët e Amerikës kudo, janë rusë kudo. Po kush është më lart? Shqiprike. Po. Agent rus. Agent rus, agent të CIA i ke këtu full. Tirana është full. Edhe Sorosi që vjen një herë në 2 javë këtu që takon këtë gjatin këtu dhe jep ca direktiva, kështu çfarë do bësh, çfarë do bësh. Një herë në 2 javë vjen ai këtu. Po mi po Zelenski pse do e vrasin? Është çuni mirë. Po, shumë çuni mirë është. Ai është çik nazist. Është çik satanist. Po pse do e vrasin Zelenski? Pse? Se hajde Erdogani nga që është i pabindur, nuk etj. Po Zelenski pse se po shikoj lojën e tyre kanë mbajt. Aty nuk do i vi mirë kur ta nxjerrin nga skena. Edhe tani pse ka filluar pak ai, duke me këto qef mbetjet dhe me këto gjërat, jo me Trumpin se do filloj të flasi pastaj kush na financonte deri më sot që neve t'ju bim juve rusëve kështu me radhë. Do nxjerrë kokën. Edhe zgjidhja është më mirë, futën dhej aty dhe e flemenjin. Pra tamam si rasti këtyre që shohin nëpër filma që atë ushtarin që e kanë përdorur deri më dje, më mirë kape kpute se sa nxjerrë po. Se nuk i dim se me ato që mund të thotë mund të ndryshojë një balans në ai gjë, nuk i dihet. Informacioni është pushteti sot fuqia. Tamam, to po bëjnë po të njëjtën lojë si mafiat. Si mafiat që shohin nëpër filma që shkojnë bëjnë një vrasje ose bëjnë një mision të caktuar, eliminohet ato që deri dje ka bashkëpunuar me ata, që ka qenë ndoshta edhe më i mirë. Se në rastin konkret Zelenski ka bërë diçka që e meriton atë që është sot. Për ata që i ka shërbyer, nuk po them për të drejtën. Po për ata e ka luajtur në mënyrë spektakolare atë që ka bërë. E kanë krimbur në para, po të them atë, ai është super miliarder. Mi po çdo zoj. Ato s'ka problem të japin para se e shtypin vet. Ke dal fikse një gjë shumë bukur te kjo që thënë tani që nuk do t'i gëzoj, domethënë është super miliarder, u bën në një kohë shumë të shkurtër me këtë që ndodhi. Sa po 2 vite, 3 vite? Jo, 3 vite, 4 vite. Ai që ku ka filluar, po, u bën aq. Për sa përket konfliktit midis, ai ka vite që ndodh, por në këtë formë që po ky është i jartëvishëm tani, ka marrë fund se s'është më presidenti, ka marrë mandatin. Po, e vërtetë është. Sa u gati vit që ka marrë mandatin. Po, që në marsin. Domethënë, kjo duhet të qëndrohet te kjo pjesë që imagjino për 3-4 vite u bë super miliarder. Po. Dhe fundi i tij është te ku do shkojnë gjithë. Ku do shkojnë gjithë.